Hej, Albin Kurti po shkatron themelin e shtetit Kosovës, ti ke një opozitë si Lomir e Memli, që njëherë nuk i ke ndëgju, të thonë, hajde po dalim protest. Jo protest, po me kallë, a kupton? Të më thonë, sepse Albin Kurti e ka shkatru atë që ky popull e ka ndërtu me dekada. Ta ka fyja është më thoqin, rën, shko martohet djallin me qikën e Vučićit. Memli Krasniqi shkon të takohet me të me Abelardi. Ta ka fyjë rënd veteranin Mimoza Kusari, Mimoza Radojčićit. Këta shkojnë takohen me të, Memli dhe Abelardi. Ti kanë fyjë gjitha të kategoritë e luftës. Këta nuk e bojnë një protest në tyre. Luj me këto taktizimet, jo për zgjedhëm këto, jo na kemi thonë asë një minister, e tjera. Të ka fyjë Dimal Basha. Të ka fyjë me të gjitha njëtët e mëndshme. E votoj vetë. Këta e votojnë, me dorën e vetë ka votu PDK, ka bo ofendim për vetë antarët e vetë. Pastaj është kjo pjesa tjetër, kjo është faqja ende ma ertë e PDK-s së sëqme. Ty një vjen dyqysh si turp, me thonë që janë PDK. Këta morin siglin veç për kontrata afariste të vetat me realizu. Jo për qëllime politike të PDK-s, jo për historikun identitar që ka PDK janë të kalume, që është bartë se procese ma të nësërme t'jemeni. Jetoj me marrë, thu. Po jetoj me marrë se shefi kë Urani Ismaili se përdor logën e PDK-s, po bën kësi fushat për TikTokera për 17-18 vjeçar, vetë sa për vota, si kur ai Rasim Abdylia, se është një që del sharak në për TikTok. Do të thotë poja tregove PDK, namet PDK-s ke çako kën këtë jetë, ky njeri I ka bo. Urani Ismaili. Sot se përdor logën e PDK-s. Po godet fort, po I godet fort Kastrati. Po jam të godit, jam të tregu realitet, këta kompleksohen, këta I thonë aty në fshatar, se edhe ne zbën, na I morën në vota urban. Po ideja është që këta as vetë urban nuk janë.